emision mundësohet nga ISP Broadcast. Të nderuar shikues, përshëndetje. Mbrapa me është një hapësirë publike banuar me gjitha ato pallate në Drenas, në Drenicë. Këto janë ardhur për një arsye besoj të rëndësishme për të vazhduar pjesën e dytë të rrëfimit me Idris Mehmetin, një rrëfimtar i përsekutuar i rrethonave të kohës në regjimin Jugosllav, por me qenë se Drenica ishte burim sistematik i heroizmit, i kryengritjes, i rezistencës anti-jugoslave, anti-serbe. Këtu kam ftuar Basen Idris për të vijuar pjesën e dytë të rrëfimit mbi historitë që ka ky vend ku jemi pikërisht tash, në një parking, në një objekt që ndodhen prapa nesh, një objekt i vjetër i ndërtuar në rrethonat e kohës të para viteve 90-ta. Basa Idris puna pret atje, ishte i burgosur politik, i afërt shumë dhe kishin edhe lidhje miqësie me familjen e komandant legjendar Adem Jashari, me Basen Rifat Jashari po ashtu ka afërsi, lidhje miqësore, edhe familjare, por çka i lidhi këta më shumë, familjen Jashari me Basen Idris? Nuk ishte kryekput lidhja familjare që kishin miqësi, por ishte aktiviteti heroik në rrethonat e kohës. Me kishte thënë në pjesën e parë Basen Idris, Adem Jashari kërkonte vetëm një gjë, nuk ishte krah që mbështeste as lëvizjen ilegale të kohës, as me krahun radikal të smajtës në rrethonat e kohës, por nuk ishte as me krahun radikal të LDK-s. Po kërkonte një gjë, të armatosej dhe t'i kthente pushkën Serbisë tirane të rrethonave të kohës. Basen Idris e kam këtu, po e përshëndes edhe njerë sepse të kam përshëndetur më herët. Besoj që kolegu im na vje këtu dhe më tha që në këtë parking, në këtë ndërtesë që ndodhet prapa jush përballë meje, ke një rrëfim interesant në Drenas këtu. Faleminderit edhe njerë për kohën. Faleminderit juve që gjatë kohë me ardhë, me na vizitu, me na taku edhe kjo pjesa dytë e rrëfimit. Me vazhdue bisedën ku kemi lënë. Po. Pra po fillojmë në Lutëm. Ishte shkurti i 92-ës. Në shkurt të vitit 92. Ç'ndodhi këtu? Në fakt mua më çoi fjalë Adem Jashari përmes nipit tim Adem Nures. Ja dhe në prekaz se kam një punë me ty. Mora veturën edhe shkova në prekaz. Kur shkova, ato kishin qenë Adem Jashari, Jakub Nura dhe Adem Nura. Natyrisht edhe Hamza e plakun në Ud. Mirë po, qëllimi i Ademit që më kishte bë ftesën ishte për të gjetë një telefon dikun, dënte të kontaktonte direkt me Basen Rifat Jashari. Vllane ti po. Edhe unë mendova ku është ma lehtë, ma thjeshtë, ma e mundshme, ma pak rrezik. I shpjegova se mundësitë janë shumë të kufizuar për faktin se këtu në këtë banesë. Pse ty po të kërkonte atë gjë? Ma kërkonte sepse në radhë parë kishte besimin 100%, kishte besimin e plot. E dyta mund edhe ta ketë ditë që s'ma ka thonë, që mund të ketë dikush nga të afërmit e mi në telefon. Po. Qëllimi ishte të kontaktoje me Basen Rif. Po. Dhe i kemi hyrë në Gjermani, po. Po, në Gjermani, natyrisht. Basen Rif ka qenë në Gjermani. Basen Rif ishte aso kohë në Gjermani. Po. I thash, qure, e kemi një mundësi, por rreziku nuk është i vogël. Pse cili është rreziku? Ademi nuk ka dashur me një për rrezikun. Thash, e kam një djalë agje, i cili është 2-13 vjeç, sa më me sakt moshën aty diku. Thash që e kanë një telefon, e cili na mujnë me përdor pa asnjë problem, por në të njëjtën hyrje punonte një ish shefi policisë në faqezinë Ahmet Dobruna. Shqiptar thu, në vitin 92, po? 92-ën punonte dhe jetonte që në këtë hyrje këtu. Këtë ndërtesë, po? Këtë hyrjen e parë këtu. Po? Një kat ma poshtë se djali i agjes tim. Dhe kur i thash se është shefi policisë, e dinte kush është Ahmet Dobruna? Po. Tha këtu jemi shumë më të sigurt. Qysh më të sigurt, kur ata e kemi të tha jaftë, si më revolin ta qytu. Tha i thuj më nëzirë, na po shkojmë bashkë, edhe kemi ardhë. Jemi i armatosur. Të tre ata kanë pas nga një Kalashnikov edhe bomba e revoli. Unë kam pas veç një revoli. Kemi ardhë pe prekazit,
kemi ndjek rrugën alternative atje Prekaz, ka Lushtak, ka Kodralit, e jemi dalë të lisat e zonit që i themin në asfalt, dhe gjithni kemi ardhë asfaltit, bili, blinda serbet të hyrja Drenasit natën gjithmonë rrike. Ditën rrinte kjo niva që i thani, natën rrinte blinda. Po mirë, na kemi ardhë pas një problem. Të armatosur? Pa. E kemi lo veturën qëtu, para të saj shkolla, shkolla fillore. Kjo shkolla fillore, atëherë që u e vllaznim bashkim. Po. Edhe, natyrisht me paltat, volume, jemi ardhë këtu, kemi hyrë këtë hyrje këtu. Po, vazhdojmë. Jemi në gjitë në katin e parafundit, se këna është tash mbi ndërtim, ku ka qenë djali i Axhës dhe këtu... Në katin e dytë ka qenë djali i Axhës? Jo, kati fundit. A kati fundit djali i Axhës? Po, i bie i katërt. Ky shefi i policisë... Ai është në tretin. Në tretin. Ka dera ti duhet kalonim. Po. Edhe jemi fut, hyri, jemi në gjitë nalt, kemi bo muhabet, kemi pi edhe qaj, ka morë... Besoj ka marrë Po, kjo këtu. Dhe hyrja këtu, hyrja e parë. Po, vazhdojmë, të lutëm, kameramani letë na shoqërojnë nërkohë. Mirë. Të lutëm, pasa, Idris. Këtu pastaj... Vazhdojmë të kjo pjesë këtu, të lutëm. Kjo është hyrja, ka shumë ndryshime, se këto ndryshime të bas luftës. Po. Jemi në gjitë nalt, kujtoj, bisedën e ka bo me Bacen Rifat Jasharin, por ka folje edhe me 2 persona, njeri në Gjermani e tjetëri në Zvicër. Nga krejt biseda që ka moj men unë, krejt qëllimi i ardhjes këtu ishte kërkonte të treve u ka thohë kush na qiti. Neve me listë po na kërkojnë policia serbe. Ishte shumë interesu me ditë nga rjedhi të konspirimi. Kjo ka qenë qëllimi i ardhjes, kena biseduve, so ka dashtë. Me Bacen Rif edhe, jemi këtu, pastaj kemi zgjedhur një rrugë alternative, i kam qua ata 2 Nurajt. Në Prellavc, Jakub Nurën, komandantin edhe Adem Nurën. Domethënë qëllimi i Adem Jasharit, i asaj bisede me Bacen Rif, ishte të kuptonte kush i dekonspiroi. Kërkonte, natyrisht kanë folë edhe gjëra tjera, por krye fjala e bisedës ka qenë kush na qiti, kush na dekonspiroi. Dhe? Me listë po na kërkojnë. Edhe unë jam i sigurt sikur ta mësonte kush. S'kish kalu mirë, e kam bindje, sepse e thashte, po e gjeta dihet. Kjo do më ka qenë qëllimi i ardhjes e Ademit këto. Në atë kohë, do më thonë, kështë një fatësisht edhe njëzjati në Shqipëri, trajnimet atje në Shqipëri që ishte bërë, ishte arrestuar, ka njoftimet që ishte arrestuar nga regjimi i kohës. Ishte mbajtu për pak, kohë ishte liruar pastaj Ademi kështu. Interesant rëfimi këtu, pasaj në këtë banesë. Një pallat i ndërtuar që nga koha jeshtë Jugoslavisë ka ndryshuar natyrisht, ka objekte shoqëruese për skajt. Ka ndryshime, ka pësu shumë ndryshime. Por, Drenasit ka qenë i vogël të vese, fshati madh. Këtu, prej kësaj banese, në qoftë se ju kujtohet, kanë pas këtu të Ekurudha. Ja 2 sulme kundër policisë kanë qenë, ja 2 herë të vramë, ka 2-3 politë serbë. Në atë aksion? Po të nesërmen Ramiz Ladrovci ka orë për të njëjtës banesë ka inqizue dhunën që ushtronin serbet nga kalimtarët e pafaj. Nga banesa? Nga banesë, e njëjta banesë, djalit Axhës, Xhezair Mehmeti quhet djali i Axhës, ka inqizuar Ramiz Ladrovci këtu të udhkyqi ku kishte ndodhur aksioni. Unë kujtoj në të njëjtin vend 2 herë, në 93-ën janë godit forcat e policisë serbe, ka 2-3 nuk i kemi nuk. Unë personalisht s'kam qenë në aksion. Por e di kush kanë qenë edhe di që kanë kryer një punë madhe atje. Qashtu kanë thonë media, unë nuk e kam pasur se s'kam qenë këtu. Por çka di? Të nesërmen e asaj dite, unë kam pas një magazin në mes të Skënderajt, Vushtrrisë dhe Drenasit në fshatin Prellavc. Të nesërmen në mëngjes ka ardhur Hashim Thaçi aty, ka netën, edhe në mbrëmje kur u ktheva në për punëve të mia, më kërka jam qanë deri në vështrim me vetur, se jam me të kom. Ty tha? Po, feq balë të kishë pas shpinën. Unë nuk di e ka qenë, as ka qenë, se kam iden, as su ka thonë kur, kam qenë ose s'kam qenë, as se kam pyet kur, për shkak të rregullave konspirative, nuk kam dashur me ditë gjëra. Çka ishin në fshetësi? Po. Për që ju po e dini që ata nuk po... ata vepronin. Po vepronin dhe kishin një qëllim. Që ta ndalojnë tiraninë e Serbisë së dhunshme të Miloševićit.
edhe përgatiten për luftë. Përgatiten për luftë. Përgatiten për luftë. Nuk kishte këthim. Sepse mos kishte asnjë zgjidhje tjetër. Kishin përfunduar ato bisedat e lutjet e të premteve në Prishtinë, nuk kishte më asgjë prej llofeve, tani duhej me kaluar direkte në aksione. Biseda sa zgjati sa qëndruat këtu me. Na këtu mund të them që kemi nejt në 92-ën apo? Po, rreth 2 orë. Rreth 2 orë kemi nejt, po qëllimi ka qenë ajo që e thash. Kaq mund të themi rreth kësaj. Po vazhdojmë tash në Shkojna në cilin vend? Në një rrëfim tjetër? Në një rrëfim Kadri Veselin edhe Hashim Thoqin. Të dy kanë ardhur në të njëjtin lind, po jo të njëjtën ditë. Vendin do ta zbulojmë pas pak. Patjetër. Faleminderit. Faleminderit juve. Vijojmë me këtë pjesë tjetër të rrëfimit me Basin Idris Mehmetin, ish të burgosurin politik, i angazhuar natyrisht me bashkëveprimtar për të krijuar shtratin e një kryengritje heroike që ndodhi me pastaj gjatë viteve 90 një rezistencë në masat e një konspiracionit të madh që kishte UÇK-ja, gjithë veprimtarët e kohës që kishin vendosur t'i kthejnë pushkës Serbisë. Jemi në fshatin heroik të Skenderajt në Llaush që dha shumë për lirinë e Kosovës, që kishte vendosur ta rrëzoj heshtjen, ta përjashtoj heshtjen dhe të ngritet në këmbë për të përballur me Serbinë e Miloševićit që kishte nisur një përmas skizofrenie të dhunës duke shkaktuar masakra kështu me radhë. Llausha njihet edhe për daljen e parë publike të UÇK-s në varrimin e mësuesit të njerë Halit Geci, ku këtu Recep Selimi, Davut Haradinaj, Muj Krasniqi dolën për parë, tha ne ekzistojmë, ne jemi këtu për të përballur me Serbinë. Doli UÇK-ja një duar trokitje kolektive në atë ditë piklimi, në atë ditë piklimi që ishte, ajo ditë piklimi u kthye dhe në ditë pa tjetër shprese, inkurajimi, pritje se ky vend nuk do të riheshtur përballë gjenocidit e përsekutimit të Serbisë. Në këtë vend pikërisht po vjoj rrëfimin me Basin Idris Mehmeti, ka një përjetim interesant, një copë rrëfimi nga përballja ati në vitin 1993 në shtator me policinë, teksa Basin Idris me miq po endeshin natën, ditën, në konspiracion rrugëve për të bërë diçka, për të mos hesht përballë asaj tiranie. Basin Idris, edhe një herë po jem këtu, jemi në hyrje të fshatit heroik të Skenderajt, Llaush këtu. Po, Cila pjesa rrëfimit që ndan me ne? në këtë pjesë të dëshiroj të ndaj mendimin, rrëfimin me juve, një rrëfim interesant. Po, të lutëm se ka edhe makina vetura kënej. Një udhëtim të jashtëzakonshëm me ish kryetarin e degës së Lidhjes Demokratike të Kosovës, dega në Skënderaj, Idris Recin. Po? Idris Reci ka qenë një burr i mrekullueshëm. Kryetari i LDK-s për Skënderaj. Ka qenë njeriu i cili në vitet 90, apo? nuk është shkput kurrë prej Jasharajve. I ka mbështet Jasharajt, ai personalisht se ndje vetë kur që ka kthy shpinën Ademit edhe grupit tina. Tani, unë po kaloj te rrugtimi. Ka thënë që dhe në pjesën e parë, Adem Jashari nuk e pëlqente ekstremin as të LDK-s, as të asaj lëvizje ilegale që i takonte Adem Jashari. Mund të them, në një farforme i qunte sikur bajraktar të këtyne krave që dojnë me javu siglen se është i joni, nuk i ka pas marak. Po, megjithatë, njerëzit që i janë ofruar, nga do të qofshin ata, të gjithë ata që kanë pas dëshirë dhe vullnet me luftu Serbinë, me çliru Kosovën, Adem Jashari nuk i ka përjashtu, po i ka ofruar. Në rastin konkret kemi fjalën për kryetarin e degës së LDK-s Idris Recin. Tani unë po kaloj te rasti konkret. Rrëfimit, po? Ishte, mendoj ka qenë shtatori 93-s. Po? Atë ditë kemi pas kuvendin e Lidhjes Demokratike të degës në Skënderaj, në xhaminë e Polacit. Po?
Dhe në mbrëmje mas mbarimit të punimeve të atij kuvendi kemi shku për darkë në Odën e Ganikocit, një veprimtar i vjetër i njohur. Po i dalluar. Kemi hangër darkë atu, kemi nejt, mund të them ndoshta një 2 orë, dikur rreth orës 10, natës 10, 11, nuk jam i sigurt, duhet ta ktheja kryetarin Reci në shtëpinë e tij. Lagja Recajve është këtu. Po. 5-600 Prandaj metra. tash Llausha një prej fshatave heroike. Po pra, Të sport Drenicës. Ku vladhëm mësuesi Djet Halit Geci dhe ku ndodhej tubim. Piklimi u kthye në shpresë, në një kurajem. Po pra. Për përballje me Serbinë, po jo rrëfimi juaj. Po tani, dikur rreth orës mund këtë qenë ora 23, masi kemi krye darkën e qaje, biseda të Ganikoci, jemi nisë vetëm unë edhe pasaj drejt për me quën shpinë e vetë. E shene ajo kthesën ato në nej. Na kemi orë domethënë nga ai drejtim. Po. Si kam dalë prej kthese. Po. Nga kjo pjesë, kjo kthesa këtu atje. Nga kjo këtu, nuk ka pas shumë vetura. Realisht në atë moment kam qenë veç unë me veturën time, me Basanidriz, me kryetarin, si kemi dalë këtu, kishte qenë ku janë këto veturat e parkume autoblinda. Këtu ka qenë autoblinda. Këtu ka qenë autoblinda. Zgaveri i tyre. Po, autoblind ka qenë e drejtume në drejtim të Skënderit nga venim ne. Na e kalshu reflektorin të ajo vetura atje. Po, vazhdo nga kësë. E boni me në gjes këtuhen. Me në gjes o mos drejt. Reflektori shumë i fuqishëm. Këtu ishte autoblinda? Këtu ishte autoblinda. Ju ishte atje? Na dullëm për i kthese. Dhe? Nuk ishte kohë për muhabetet gjata, e kam pyet Basanidriz çka po bojmë. Këtu pikërisht. Kjo zonë është ashtu siç ka qenë, apo? Po, zona është vetëm blinda s'është janë veturat tona. Siç ka qenë, po thon pikpame gjeografike. Po, këtu ka qenë autoblinda e drejtuar me mitralezi në të kthesën anej. E kam pyet Basanidriz çka po bojmë. Po. Asnjë fjalë tjetër pas ka thotë ti vendas. Ishit armatosur? Kishim kaj revolje, po sa ban punë revolje para blindës. Edhe në komunikacion. Thash Basanidriz çka po bojmë, tha ti vendas. Tash mau se do me provu me ikë. Kaç ka pas kohë me komuniku. Edhe në kom fillu me dho shenj. është dikon 100 metra. 150 metra, po. 150 metra. Unë kam dho shenj, si kur po nalna. Po. Edhe kam zbut shumë shpejtësin. Këtu kish dal në tokë një polica i tjetri me mitralezin aty nalt. Këto pikërisht. Këtu në tokë me një lamë, ban të kështu. Lama se natën duke, se kuqe. Ban të kështu me ndalu. Po. Edhe unë po jap shaj, tap, kur i morë këtu i më bo paralel me ta, aje kalshu kallashin në krahët e poshtë. Unë i kam fik dritat të tja kum fut shpejtësi. Edhe pa më rri ky me u kthy, as ky kallashin e asaj, prej blinde me kthy blindën drejtim anej, jo më shef mas asaj kthesës atë. Mas kësaj kthese aty gjeron po. Mas kësaj kthese me njëherë, gjithë një pa drita. Pa drita? Pa drita. Këtu ndalë si u takove me drita, ndalë drita të lëvizë. Këtu në momentin që kalshu kallashin poshtë, ka desh me ardhë me në legjitimu, unë ja kom shkeli, kam fik dritat dhe ja kom shkeli edhe, kom rri është me njëherë lagje e Recajve, e kom që me lërga s'ka dal, e kom që në varë dhe jam shumë i lumë të më që ja kom dalë, s'kanë mujtë me ma kapën veturën time. Nuk u zbuluar? Ja, jo, për të zbuluar që është, për problemi është me të nëzonë, me të shindru, ose edhe kanë vrabra njerë në këtë situatë, ka plët që edhe kanë vrabra. Qëka manë me në Llaushin? Llausha është një prej fshatrave më të mëdhaja të Drenicës. Llausha ka bon heroizma, Llausha ka dha kontribut jashtëzakonshëm në tana periudat historike për luftën e Shaban Polluzhës. Bajraktari Llaushës ka qenë dora e djathtë e tij. Bile, edhe bajraktari i Llaushës bashkë me Shaban Polluzhën me Mehmet Gradicën kanë qenë në kullat e gjyshit tim. Kur jenë kthy pe podojeve, sigurisht e dini atë pjesë të historisë. Kanë kalu Çeçavicën edhe janë vendosur disa ditë në kullat e gjyshit tim. Unë ju referova një ngjarje të rëndësishme që kishte të bënte me kryengritjen tonë të luftës së fundit të UÇK-s, me varrimin e mësuesit të ndjerë, Halit Geci. Atje unë kam qenë vice. Atje doli për herë parë publike dhe UÇK. Njerëz që po shihnin uniformin, ishte Recep Selimi, Davut Haradinaj, Muj Krasniqi. Dëshmori Muj Krasniqi, Kapuçi. Po, Kapuçi. Një ngjarje që piklimin e ktheu në inkurajem, në shpresë. Po, pikrisht Llausha është kjo dalja për herë të parë e UÇK-s publikisht, është Llausha, siç e thatë edhe jo në varrimin e mësuesit.
këto vite Por para 97. kësaj ka qenë një betej Po. tepër e fortë këtu. Qëllimi ka qenë me shku me arrestu Sandokanin. Mirë po pritat që i kanë bo djemë, i kanë bo këtu se kanë lo me shku atje hiq, e kanë zhvillu një betej këtu që ka me majtë men historia dhe të letë për të. Sigurisht, më në detale se unë që kam qenë jashtë, nuk kam qenë këto. Po ndjej era barotit e përballjes me Serbinë nga vitet 90 këtej, para se të i ke përmërgim në vitin 94, apo në ato vitet që... Po një nartë 94, po. Po para se të lëvizje nga Kosova, po ndjej era barutit, nuk ishte këthim më pas, në tërmis. Ishte këthim, definitiv ishte koha kur duhej me mobilizu gjithë fuqin, guximin, dijen, tëna mjetet me bo luftën çlirimtare dhe faktikisht edhe ja dole mëre. Pa punë, pa angazhim, pa sakrificë. Kur s'kish bo ndryshime me lutje, me të mirë. E shini edhe tash. Dhe fundit kjo, interesante nëse kthejmë kujtimet e kohës, shpesh janë të pa imagjinueshme se ka ndodhur, edhe ai guxim, edhe ajo përballje me Serbinë e kohës, po them. Po në syt e tu, a kishte dallim çësia i Idris Recajt me LDK-n e kohës? Kishte disa... Është shumë interesant, kryetari Idris Recaj. Që kënë e kam fjallin. Idris Recaj ka pas bindje shumë pozitive edhe për presidentin Rugova e vlerësante shumë edhe për lidhjen demokratike, por kur s'ka pas dëshirë me shkput lidhjet me djemt e luftës. Sidomos e veçoj grupin e Prekazit, i ka dasht, i ka vlerësu, i ka mbështet, besa bes, me kërkesën e tij njëherë kemi shkuar në Uedën e Ademit bashkë me Gani Kucin, Idris Recaj me kërkesën e Ademit. Po. Sepse spekulohej se kur nuk dënë, se me dashë Serbia i kap kur dënë e tjera, Idris Recaj u shku ju ka thonë në 3 takime Prekazit, hej, ta djem janë tonë, ta djem duhet me i mbështet, ta djem duhet me i strehu. I ka thonë LDK-s. Ju ka thonë djerëzve të LDK-s në prezencën time edhe të Gani Kucit. Janë njerëz të Serbisë, janë njerëz kështu, atje këtu, lëvizje kështu. Ka pas qëra të mërshme, po... Idris Recaj po ju thonë dhe bashkëpartjakëve. Po gaboni, ka njerëz tanë që po luftojnë, edhe që ka nisë organizimin për të luftu kundër Serbisë. E ka thonë në prezencën time dhe të Gani Kucit me këtë rast për dhe në plot raste tjera. Nuk ishte veç ky, po ky ishte më i veçantë sepse flitej thuhin Prekaz, takimin e parë kena marrë në Odën e Adem Jashari. Lulin ai ka tubuar lagjen e tij, një nga një për shtëpi ka pru atu, pastaj kemi shkuar te Kodralita dhe te Lushtak. Kemi pas pretendim në gjitë edhe në Prekaz, po ishte kohë shkurt, ditë e dimnit. Edhe nuk ja dalëm atje naltë, po me gjithatë ai kontaktonte me njerëz. Po ndjej era barutit në ato vite. Gjithsesi, era barutit. Serbët nga do që kishin rast vranin natën e ditën, vranin edhe aktivistë ndonjërin të LDK-s. Nuk e kanë zgjedha është i LDK-s. Ka qenë më nësi, është shqiptar, ai duhet vritet. Po pra. Po vijojmë rrëfimin te pjesa tjetër. Vazhdojmë. Faleminderit shumë. Faleminderit juve, mirë boni se i hulumtoni këtë gjurmë. Shkrem nga një histori e pathënë, pas vërduar me pa. Faleminderit. Tutë. Jemi në fshatin Prelovës, disa kilometra larg komunës së Skenderajt. Për të ndarë me ju një copë rrëfimi impresive nga rrethonat e regjimit Tirant Miloševićit dhe e atyre djemve kush ishin ata që po bëheshin gati për rezistencë, për luftë armatosur. Nga këtu, cili është rrëfimi që ndan Baca Idris Mehmeti nga vitin 93, që ndodhi në këtë vend, në pronën e tij, cilën edhe tani nuk po arrim të hyjmë brenda nga dyshime se mund të kenë mbetur minat e vendosura nga regjimi Miloševićit, i artillerisë, i ushtrisë e policisë që ishte në gjithë këton në numër jashtëzakonisht madh. Baca Idris, faleminderit edhe një herë, po vijojmë këtë pjesë
rrëfimi jemi në pronën tuaj, nuk hym brenda nga dyshime se mund të... Nuk e kemi punu prej mas lufte e tuti për shkak se shpesher kafshët kanë rënë mina. Edhe nuk e kemi pas, do më thonë, as guximin, me thonë drejtin, se nuk kam dëshirë me sakrifiku kërkan përderisa vetë nuk guxoj me rrotullu me traktare. Rëndësisht po nga këtu për shumë një objekt, disa kërmadhat një objekti aty. Cila është historia, rrëfimi i vitit 93 me ju, me familjen tuaj, me njerëz të rëndësishëm të rrethonave të kohës? Me qenë se regjimi serb që në 90-at na përzunë prej pune të gjithë, thuja, po edhe mu, aso kohë isha me punë në Ferronikel. Edhe me që na suspendu, unë në ndërkohë bleva që të parcilë që tu janë një 30-ari prej agjës komandant Jakub Nures. Po? Bile, fjalla mirë, për se ka qenë traditë të shqiptarët me i pyt lagjën, am lejohet me vendosë këtu, ka qenë pikrisht baba Jakubit, Ismail Nura. Edhe e marrum një magazinë si që po duket tash kjo gërmadhë, se kanë paprisë. Vitë 90-a ke ndërtuar? Po? Pranë vetë 93-ës. Po? Edhe atë vetë, vetëm atë vetë kemi punu, sepse nuk na u lejum atutje, na pengun. Që tha ndej, si që thamë edhe ma përpara vinte era luft, era barot. Unë realisht kaloja këtu pari, por këtu kanë qëndruhe çdo ditë 12.000 të vegjen Bekim edhe Besim Mehmeti. Po? Gjatë ditës punën më në do pajisje për plakat betonit, greda ju thanim, pra, edhe shitnim naturisht, edhe i maranim vetë, edhe i shitnim. Po, një lloj fabrike për prodhimin e... Pundore, mekanike, po, pundore. Edhe unë në mëngjes dhe në mbrëmje gjithmonë kthehesha, po të gjithë shokët e mi e kanë ditë që unë kam vendosur me një punë në këtë pjesë. Kjo është diku i bie në mes Skenderajt, Drenasit edhe Vushtrisë. Mund mes të këtij trekon që gjinet kjo parcelë. Po. E kanë ditë gjithë shokët e mi që është pruna ime dhe që kam diçka këtu. Po. Përveç tjerëve ka ditë edhe Kadri Veseli, që këtu dikun afer Nuraj vetë për luft që të është një magazinë që rrejnë me drizë me vëllezërit e tij e tjera dhe... Ma i s'pëdo rrëfimin me Kadrin. Po, Kadri Veseli... Unë do të flasë që ka ndodhur sepse personalisht mu nuk ma gjetë këtu. Ai kishte ngarku një traktar me dujt të misrit. Po nërë dujt misrit kishte posë sa dhe jonë teknik luftarake. Po. Edhe... Në cilin vit? 93-ta. Po. Ishte 93-ta. Ka ardhë, ai me shpresën me gjetë komandant Jakupin, sepse unë e di sakt që kanë qenë në organizim ilegale njëjtën celul Jakupi, Kadriu dhe të tjerë. Ky dhe se duket nuk e ka gjetë Jakupin në shtëpi, udhëtimin e ka bën natën kur ka filluar me udhëzrit, sigurisht për shkak të sigurisë, duke e ditë që është magazina ime, është fut këtu dhe i ka pyet ata vëllezërit e mi, a vjen i Drizi. Ata i kanë thonë, vjen, po vjen dikur van, vjen dikur në mbrëmje, vjen van. A muj me pushu se jam një shok i tina, jam i rrëdhët bile, e kishtë thonë emrin e vllaut, se ne kom pas shok vllaun e ti Begjetin, Begjet Veselin. I kishtë thonë emrin e vllaut për jetë vetin. Unë e di për shkak konspiracionit që ka ndodhë. Mirë po, e rëndësishme është ajo është hiktu, ka pushu, ka vjet, ka hongër buk, ka pi qaj, bile, vllai vogël edhe ja kish pas qetë flakt. Po tani, në pamundësi me marrë kontakt me Jakub edhe Adem Nurën, traktori me dujt misrit e me çka ka pas në misër, nuk e di, ka vazhdu për me prekaz, dhe unë kujtoj që atje i ka gjithë... Kur vazhdoj? Na shpiko pak me në atë mbrëmje, unë nuk e kam taku se kur ka fillu mu ersua i ka ecë. Po? Ka lëviz, po mas lëvizjes ti ko marrë këtë dhe më tregun vllazën që keni shok yti. Kush ishte ai? Thanë ke Begjet Veseli për Mitrovita. Ne futa trunin punë, se disha kush Begjeti e kush Kadriu. Dhe në ndërkohë, kur e kam taku Kadriu, në pyeta vetëm qeshe, i thike, i ki vllazit shumë të mirë, i ki vllazit shumë të mirë. Kjo ka qenë, por di që traktori ka lëviz për prekaz, dhe që kam mësu ma vënë, sigurisht përmes Kadriut, ka morë kontakt me prekazin këta nalë që kanë qenë me Besim dhe Rafet Ramen. Po? E nuk di tani pastaj ka i kanë shpërndohë. Kjo rrëfimi që ndanë rrethonat e kohës me Kadri Veselin. Me Kadri Veselin. Po me Hashim Thaqin? Afërsisht e ngjashme por Hashimi pa traktar, ka ardhur në kom. Ku? Këtu ka ardhur në kom. Hashimi ka ardhur këtu në kom.
Në qoftë se ju kujtohen, kanë ndodhur nga 2 akcione ku në atëherë unë si LDK thashë janë rënë veti policia për një komp naft, për një komp benzin, ishte vrarë dikush në Drenas. Ju ishe në LDK në asë? Isha në LDK dhe kur pyetshin njerëzit tonë nuk më isha me dalë me thonë di se realisht disha diçka por edhe nuk disha kur gjon. Po. Sepse vetë s'kam marrë pjesë. Pas aksionin në Drenas, po? Pas atij aksioni kishte edhe ka udhëtu edhe ai sigurisht natën. Me kë ishte... Kësaj radhe kishte qenë vetë, fill vetën. Veç vetë? Veç vetë. Ata janë shpërndarë. Në vitin 93? 93. Ju kujtohet koha? Do të ka qenë vera vjeshta aty. Po? Ishte Ishte natë, ditë? Ai ka ardhur me gjes të uzdrit. Po? Para se mu uzdrit është fut këtu, edhe të njëjtën pyetje, a vjen i drizë, a muj me pushu, jam shok i ti, është fut, ka fjet, ka hongër drek. Para se mu ersu, kam ardhur prej Skënderajt edhe e gjeta këtu. Unë njesha, domethënë me Hashim, njesha mirë atëherë, punonim bashkë punonim. Edhe pse unë isha në lidhjen demokratike, po me këta djem kurse kam shku të komunikimin edhe angazhimin. Pastaj? Edhe posh i shko me balë deri në qafë. Ja u qa pak balë dhe thash, çka drejqi nuk po, qa ka po vaki kështu. Kur gjo, as foli sen për Drenasin, as nuk e pyeta. Po. Është e kuptueshme. Po. Dhe pak pa vërsu më pyti, tha, a guzoj më tha me boj dert me ty, thash hajde me qitjatimin, që të dhe më thonë. E kisha pak parasysh edhe vetë. Unë është ta më që dhejtë dhejnë vështre. Thash po me pa qaj, sa të kam jaran. Edhe unë nësë me që e kam jaran, se jo që ku diko që ka bo diqka. Po. Që atë kuptim. Po. Edhe e kom që dheri të ura gurit. E kom që. Natën, ditën? Sa filloj mu ersu. Me qka? Me veturë, kisha një veturë, posë pranë për me veturë edhe që më dheri të ura gurit të shaj. Si duket ka dalë atje për mu po që s'ka qenë Drenicë, s'di kur gjo për Drenicën. Halon nuk ishte kalu në ilegalitet thellë. Thët menja, se kemi diskutu asë njëherë, qysh edhe pse. Sepse si A ishte bisedon të shpesh, a ishte fjallë pak apo fjallë shumë, zoti Pashi? Hashimi të dytë edhe Kadria, po në veçanti Hashimi me Kadrin deri vonë ma pak ma radhjem taku, se ishte veprante në Mitrovic. Gjithante në Kosovë, po kryesisht Mitrovic, ndërsa Hashimi ishte këtu afer. Po. Edhe takaja thoja, nashta jo çdo ditë, veç shpesh takaja rrinim bisedanim. Kështu, takat kemi bo, ka pak punë, ka pak Fjallë shumë? pak legale, Fjallë pak? fjallë heq, lëvizje shumë. Di me thonë, fjallë heq, Cili lëvizje ishte shumë. meraku i Hashimit e i Kalvit nëse? Sa di unë këta shumë i kanë pas marak armet edhe pse thënë, jo s'kanë punu, jo s'kanë dalë, jo, unë nuk i di atë, unë e di që kanë pas marak. Është shumë e vërtet që i kanë dashur armen, kanë punu për të, edhe realisht kontributi i tënve neve pak nga pak, ka dhonë rezultatin. Ka njerë shumë që kjo pas tuktat e na, Basajdez është jetë pluraliste, shumë partijake, jeton me një vend liberal, ku njerës në nxjerrin nga goja lloj fjale. Thonë jo ka qenë trim Hashim, jo s'ka qenë trim, jo Kadria ashtu, jo kështu. Si i kini njoftë ju? Tashe, unë e Hashimin e kom taku dhe gjatë luftës shumë herë. Jo një herë, shumë herë. Do shta 10 herë, nëse qindra mos është shumë me thonë, po 10 herë e kam taku gjatë luftës. Në vendet të ndryshme, në situatat të ndryshme. Ka qenë edhe në shtëpi time, lodën time, cilin do të vizitoj mas pak. Hashimi e gjithë këta shokët i luftës kanë kalu aty pari. Dhe për mendimin tim, se i cili njeri me guxim, me dijen e vetë, që është rështu me ka pushkën, me ja kry pushkën serbit për lirit këtij venit, pa pas do guxim pushkas qitet kra. E kam mendim timin, do shta unë e gaboj, po më thot drejten me fasojnë njerët ku thënë, jo s'ka qene, jo s'ka guxue, jo. Më çuditin e tha njerës, më çuditin, është e pandershme është. Ka marrë pjesë në luftë, dheve i granatave, se kur bishin tokë të butë, gjushin baltë, ka që shumë naltë dhe i shpërndaj balta. Ja ku po në shpinë, përveç se nuk të qenë për mëna dhe gjatë luftës. Ka kaluar ai me Veselin bashkë me shok, natyrisht 10 herë kufirin e blinduar Kosovë, Shqipëri. Në ato malet e të postra, në atë rrjedhë geografik mjaft të rëndë, në kushte të rënda, në
në stin dimri, kështu me radhë. Kjo është e vërteta e rrethonave të kohës të atij grupi, njerëzve që kishte guxim për të përballur me Serbinë. Mjaft mirë të armatosur si një vend që kishte trashëguar gjithat arsenal nga Jugosllavia. Unë nuk e di sa herë ka kalu kufinin Hashim Thaçi ose Kadri Veseli e ndonjë tjetër prej shokëve të luftës. Personalisht, për veten time them, me çdo kombë mia 7 herë kam kalu kufinin. 2 janë me teknikë luftarake. 5 tjera janë kam kalu nëpër Maqedoni, ku ishte pak ma lehtë me kalu kufinin në një pari, edhe pa teknikë luftarake kam kalu. Herën e parë në 92 për të shku me pa Tiranën, sepse ma ka dashur shpirti Shqipërinës, kisha pas mundësi me kalu, nuk kam kalu edhe për qef. E kam kalu edhe për qef, po vetë fakti me kalu një kufi ku ruhet nga forcat policisë të ushtrisë serbe, e pas pak përcim, nuk është lehtë A të me i ra. pengojnë ato zëra që flasin kështu? Kam fillu mos m'ja vu menen. Më kanë pengu dikur, por jam pajtu, letë thonë se kur ndodhin këto gjëra, njerëzit që nuk kanë hise në vlera, hedhin baltë mbi to. Edhe kjo më banë mos m'ja vu menen aty në njerëzit, letë s'lasin. Letë flasin pakten me lafe, letë më qef. Po e vërteta thu krejt tjetër qysh. E vërteta, si që tha. Për mendim temi, për mua është ashtu. Fia Perit ka ndarë jetën me vdekjen. Po tash me kalu pran pikave serbe me një pushke, ata me blinda, pyetja është shumë e madhe. Unë nuk tham që ka qenë në farë trimërije imja ose edhe të tjerve, po me vetë faktin që rreziku ka qenë i madh, rreziku ka qenë prezent gjithmonë. Çfarë do t'i thojë sot Zoti Thaçi Veseli, gjepsilinë gjithë atyre që po përballen një proces plotësisht të padrejtë në Hagë, në një gjykatë speciale që vetë bëri Kosova në thirrjet e komunitetit ndërkombëtar se Kosova duhet heq çdo dyshim se u që ishte një ndërmarrje që kishte bërë trafikim me organe. Doli që në proces gjyqësor, pse po zgjatshëm, doli që fare nuk ka të bëjë me trafikim me organe. Ishte një Doli që këtë akuzë. quhet si një ndërmarrje përbashkët kriminale. Ishte akuzë e konstruktume, sponsorume prej prokurorisë e policisë armike serbe. Çfarë do të thojë sot Zoti Thaçi? Do të thoja Veseli baun e se krenar si që Jakub janë duke Krasniqi. unë bajt. Unë kam qenë, kam vizitu disa herë dhe realisht unë i shoh ata djema. Ata bahen krenar. Se kanë fare problemin personal. Ata ma kanë thonë edhe njën edhe i kam vizitu të katrit. Edhe Basin Jakub. Edhe Basin Jakub bile edhe ato disa herë. Na e dim pse jemi këtu. Gati 11.000 kilometra katrori kemi bashkë Shqipëri. I ka pas në dorë Serbia, kjo është fakt. Po. Edhe le ta bojnë veten, le të bojnë ata, na kemi botunën. Le ta bën Evropa e Nuk hapur. jeshim fare të mërzitur pse na të. Fare. Për zotën krenar se kur ditët e luftës. Shka mu me u pendu për një diçka që ke mu për vendin tanë, ke mu për veti, për lirinë e vendin tanë, popullit tanë. Unë i shoh kështu ata, edhe vërtet janë të fort, janë krenar, janë unik. Spekulimet se janë kone për parti. Mirë po, kush ka i ka bashku të gjithë? Ato s'kanë pas parti as njën as tjetri. Përsëri janë bashkë, edhe në Hagë janë bashkë, edhe janë të fortë. Pastaj drejt jemi matutje në Prellovc, që për ju ka kujtime heroike që nuk harrohen asnjëherë. Jemi këtu te pika e UÇK-s e quajtur Ara. Kemi shohim këtë objekt që është nën trashëgimi e mbrojtur e monumenteve, e rëndësisë së veçantë të asaj kohe, të UÇK-s. Është mbrojtje të monumente në kuadrin e monumenteve kulturore që i ka komuna, ku ka investuar dhe në mirëmbajtjen, ndërtimin e gjithë kësaj zone për të mos harruar gjitha trashëgimi heroike për lirinë e popullit tonë. Zbulon e gjanë për rrethonat e kohës nga kjo pikë. Pika quajtur Ara, apo? Po. Lutem, po. Kjo, Jo, këtu. unë nga Zvicra kam ardhur me ju bashku e radhëve të UÇK-s në Qershor. Të vitit? 98-s. Po. Dhe kur Në erdha, 94-ën
94 janar kom. Ike nga Kosova, u ktheve në Çoshort të 98. Çoshort 98 u ktheva. Fillimisht jam paraqit në Likovc të komandant Sulejman Selimi. Po. Dhe sylla fizikisht nuk jemi njoft përpara, po më kishte njoft, siç më ka thonë ai vetë, përmes fjalëve të komandant Adem Jasharit. Nejtëm atu çmallum edhe më tha. Sa vjeç ishe në atë kohë? Ura? Sa vjeç ishe në atë kohë? 38. 38 vjet, po. Më tha shko çmallum me familje se si ke po moti. Edhe realisht më pyeti ku ki dëshirë me sistemu. Unë i thash ka marrë me bashku radhëve të UÇK-s. Jo marrë me vënes, unë e disha që është vënë, po ma mirë vënë se hiq. Thash edhe ku të më thushti, unë jam i gatshëm me sistemu atë. Si ushtari thjesht, nuk ka marrë me... Nuk e harron dot atë Ja, asnjëherë, kur. Tha jo, tha ti mas pari shko çmallum me familjen se ka vite që je shku e nuk je po me ta. E pastaj zgjedh ku don me shku. Po. Thash qoftë duhet me zgjedh, thash po shkoj, thash te pikat të cilën e kam ma afer edhe të cilës i një fusha e male e kodre, ku mund me bo argatin ma mirë. Ku, thash po shkoj te pika arra të komandant Jakub. Jakubin e njëve... Ja, që se, unë më shoqënu me Jakubin, po para se me shoqënu me Jakubin, e kum pas shumë shok të mirë, një vëlla tim atë madh, Bedrin Urën. Ka vdek Bedrin, nuk jeton më. Ai ka qenë shoku im më i miri, me cilin edhe përmes të jem njoftu edhe me tjetër, edhe pse kemi pas miqësi. Por siç e thash, komandant Sulejman Selimi më tha ti mund të zgjedhësh ku ki dëshirë me u kyç në radhat e ushtrisë ligjore të Kosovës. Natyrisht që mu më pëlqente me arë këtu, me gjithse i thash ku ka nevoj UÇK-ja për mu, unë jam këtu, jam dispozicion. Thash shko çmallum me familjen, Po, e të tregove, po pas... Shko të Jakub Nura, këtu në fshatin Prellas, erdha këtu, Jakubi kishte qenë në shtab, i thani mater. Ky është shtabi që ka qenë, po. Po ka qenë shtab shtëpia e Sali Xhemes, i thashim na Sali Nura, pe Prellovci. Tash kjo është kujdesin e komunës së Skënderajt. Tash është në atëherë ka qenë e vjetër, po e kemi përdorur. Po. Kemi përdorur edhe shtabin, edhe kuzhinën, edhe pushimin, edhe teknikën luftarake kemi pas këtu, kemi strehu. Por kur erdha ditën e parë, hajde të tregom shumë nga ushtarët i kom gjetë se ish. Shohim këtë les këto dhe kamermani atje bese gjeron, ndërkohë që ne shkojmë aty, po. Kjo është Lisi Sali Xhemes. Kështu e keni quajtur? Po, e kemi quajtur Lisi Sali Xhemes, po. Sali Nura. Sa kam dalë, se kam marrë me një vetur, prej atje më prunën dikush kom harru, dhe duket lajm prunë Selimi. Si më kanë po ushtarë që këshin qenë në hije, se ishte qërshore, ishte në zetë. Këtu kanë qenë në hije, po? Ata që më kanë njofti kanë dherë armet edhe t'ja kanë dasë për pjetë, e dhanë ka i rafal në shejk në cije që më ponë edhe mu këtu. Fikzimit, a? Po, për zote, kanë prit jashtë zakonisht. Këtu ishin ushtarët? Po, këtu rreth këti lisi, në hije lisi. Kur të panë ty, gazimi... Po, zbrazen rafala. Zbrazen rafala, edhe se ju thash, kurse në fishek të në vyjnë. Po me gjitha te bënën përshtypje, mikpritja e tëne, bëni shumë përshtypje, e pritin jashtëzakonisht krimin tim, e pritin mirë, po. Pastaj jam çmoll me këta djemë, këtu Murat Mehmetin e kam taku këtu i Prellovcit, është një, e kam pas shok të studimeve, ai kishte qenë zavend e komandant Jakubit, Murat Mehmeti. Edhe një nagipje, disa histori tjetër ke nga këto? Çfarë histori e ke? Qa mund në shme zbëllu nga e? Ishte një kohë kur nuk kishte luftime, kur kalonim kohën e lirë që të bënim shaka shpesherë, por edhe i thëja që në mërë djemë pastrone mirë bënë këtë vetë se për veti e kemë. Po thëjshë me zotë malë të abime? Po, kisha qef me mësu qështë do të me kohë. Ushtari edhe disciplinum edhe... A mund shme na i kujtu atë zonë, pa ka shumë. Nuk dhja më... Kaç vite pas? Ej, djemë, qëno. Që në mblidhni këtë litë ka këtë se... Do shta me zomat ma forta, po? Që tani... Me gjohen në ushtarake, që të në një këtu ka nërë dhe të një bashkë si. Edhe Gjeva, edhe ajo Fatimja që shoqërohej me ta, kanë pas si qike në vetë. Edhe plot tjerë kuadro ka nërë, kryesisht të Jakupi ka pas zyre në të naltë. Realisht këtu, përveç në ofanzive në shtatorit, zhvillime luftarake, qitë pjesë përveç ofanzive të shtatorit, nuk ka pas në 98-ën, flasë gjithë më për 98-ën. Mirë, për prej këtu hujtë, sa herë ka pas nevoj. Pika ushtarake në fshatin Fortes, tash i dhe Vërbaft, Poljac, Prekaz, Dubëft,
gjithmonë kemi thonë, a ka vullnetar, o bëshim një 10-20 për një 10 vjetë, edhe kemi shku në ndim pikave tjera. A ke që shpresë për lirinë në atë? Shpresa për lirin, Se ka pas, do të mundrit. o kanë forcu, ka që ma përpara, ma mati më kër i kumë po t'jem. Tu kanë qenë në kërët 7-8 ushtarë. 7-8 ushtarë. Kur e Jakub Nura, kur ka arë këtu me 4 e ka fillu, e ka ngrit një pikë ushtarake të cilën Ilija ka qenë komandanti policisë serbe, e ka ditë që Jakub Nura vetë i 4 e është stacionu të Lisi Sali Gjems. Edhe kur dush mësyja unë qëtu, prej këtu nuk levizi. Kjo ka qenë e ditën për të gjithë. E kanë ditë, thamë, sinqerisht thamë, e kanë ditë edhe policia serbe. Ku ishin stacionuar policia serbe nga këto shieshin? Aso kohë ka qenë brezit të asfaltit. Po, Por nuk kanë lëvizur këtu. qëtu në 98-ën përveç ofanzives shtatorit nuk ka pas zhvillime luftarake. Erdhën qershor, Po, me njëherë në shtator ndodhi ofenziva Në shtator. shtator ka ndodhë, po na kemi shku në ndim, si që thash Polacit, Po, Verbovcit, Prekazit, edhe Dubovcit, sepse zhvillime bashkë qëtu luftarake nuk ka pas, kur atakoheshin pika tjera, ne u shkonim në ndim. Lisi, çfarë karakteristika ka për veç që është lës natyrisht drum, lloj çfarë mund të jetë bung apo çfarë? Lloj. Sa kam iden. S'është çarr apo bung tjera. Por Por biologjia mi dëft, nuk ja kam. lloj druni. Po ka një simbolik, për vetë faktin se këtu shplodheshin ushtarët e lirisë, edhe pik të Lisi Sali Gjems, uj pika arra. Pika orra. Pika arra. Po nivrim plumbi ku ishte ajo që tha? Nuk e pas na, Nuk dihet anë, por Nuk sigurisht. Nuk di, një shenjë, që kjo është ajo shenja Po? për cilën thash. Lutem po, Trungu i monument natyre, trungu i dushkut po. Po. Trungu i dushkut, monument natyre, mbrojtje me liç. Nga qeveria e Republikës së Një, dy. Këtë nga këtë nga, po shqipni. Kjo është trungu i dushkut. Me vendim qeverisë së Republikës Kosovës, Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, Komuna Skënderajt, monument natyre, mbrojtjet me liç, në vitin 2007. Jemi në zonën ko. Ky vend, shtëpia atje që është renovuar si baza e UÇK-s në këtë zonë, kanë shërbyer për një kauzë të rëndësishme të lirimit të popullit dhe për të fundosur gjitha tirani shëvicit. Të falenderoj për të rrëfim. Këtë tjetër prej njerëzve të rëndësishëm të luftës, se që sot janë dëshmor, ka takuar këtë i pari. Dëshmor nga kjo pikë, tu ka ra Halim i Korrit. Dëshmor të anëve të tjera që kanë kaluar, anëve kanë tjera- drejtuar këtë i Të anëve pari, tjera po ka që qenë nuk i harron në një moment. komandant me Ladrovci, po. me Gjeven, me Fatimen. Ka pas edhe tjerë që për momentin me thot drejtën, Në qas, nuk po më kujtohet, po plot kanë kalu këtë pari. sa po të shkel në këtë gjithë hapësirë, ka një rast. Ka të kthen ajo kohë. Çfarë të kujton? Ju si Idris Mehmeti, sa po të shkelni në këtë zona sot? Çfarë përjetimi keni? Kthehet kujtesa ku ishim, nga kemi kalu dhe ku kemi arrit. Gjithsesi i kujtoj të trija këtu si të quaj, Po nipave mbesave u këtë treguar që të thonë. gjithmonë edhe duket edhe interesant edhe shpeshherë në disa situata duket edhe imagjinat, sikur se kanë përjetu luftën, ata që se kanë përjetu nuk dinë edhe me vlerësue. Po megjithatë, rrëfimet nuk mungojnë asnjëherë. S'pak të fëmijëve që aty e kam detyrë, unë përpiqem edhe matutje edhe të tjerëve me ja ky kujtesën ku ishim, Mos harrohet kur ajo nga kaluam dhe ku jemi. Ajo kryengritje. Asnjëherë. Po harruaja Me përsëritet peshë, historia. jashtëzakonshme për lirinë tonë.
mos të harrohet, kur ajo kryengritje, që kishte peshë, si jashtëzakonshme po them për lirin, që tu transmetohet gjeneratave të reja. Po harruaja përsëri Rrëfimi për të historia. vërtetën e luftës së shqipërisë në një rrëfim rezultati i zullumit të madh që bëri Serbia, jo vetëm gjatë viteve 90-ta, por para viteve 90-ta, e çutje dhe shqiptarët u detyruan të kryengrihen për një të drejtë, për të jetuar të lirë. Për këtë arsye. Faleminderit për këtë pjesë, do të vijojmë dhe në fshatin tuaj Krasmirovc. Patjetër. Për pa muzeun, shkurtimisht dhe odën. Ikim. Simbolikat e trashëgimisë së luftës Luftës për krenare liri. të UÇK-s. Patjetër. Po, vijojmë. Jemi në fshatin Krasmirovc të komunës së Skënderat, është në kufi katastral dhe me drenasin. Është një fshat që ka dikon më pak se 100 shtëpi të banuara, sepse banorët lëvizin nga këtu në Skënderaj, dynja brendshme popullsisë nga këtu në Skënderaj, në drenase e kështu me radhë. Është vendlindja e Idris Mehmeti, rrëfimtarit tonë në këtë emision ekskluziv që zbulon shumë shka të fshet nga rrethonat e kryengritjes së armatosur të shqiptarëve nga vitet 90-ta që po bështin gjithë ato përgatitje e me tutje. Këtu janë gërmadhat mbetjet e brutalitetit të regjimit të serb, është oda që ka qenë simbolik e kuvendimit të gjitha hallave të brengave që kishin shqiptarët në atë kohë. Kam basin e Driz edhe këto nga shtëpia që ka ndërtuar pas luftës, pas hajde. Besoj dhe ta shikoj mikrofoni është në rregull, me gjasë jo ta rregulloj shpejt në mënyrë që të vijojmë matutje. Erdhëm te fshati juaj i lindjes. Aty ku ke gjurmët e trashëgimisë, të memorjes, të edukimit tuaj, edhe ardhitar, pse jo. Aty ku ke takuar shumë bashkëluftar, që sot nuk janë dëshmor kombi, figura të rëndësishme. Gjaku i tyre mos u harroft kur për lirinë tonë. Asnjëherë. Jemi te gërmadhat mbetet e një brutaliteti të regjimit kohës. Oda e Kjo ka qenë oda e një kusherinit e Mexhri Mehmetit. Na kemi thirrë Gjemsher Gjem. po, Kemi thirrë ma pa të thonë në dispozicion se nuk ka pas kushte ekonomike, por unë lakmaja me i pru jashartë Ademin Hamzën edhe Sahitin, me e kalu dimnin këtu. po. Edhe i thash, ma dhash, Në vitet 90-te? në fillim të 92-s, Po. ata patendon në Ratin, Mal, Po. që themi ne, Po, në dhjetor të 91-shit. po, Mirë po kishin nevoj për streh. Po. Pak ka shumë fshati larg vijave të asfaltit, ishte pak rreziku më i vogël edhe e bisedova ka pas një shtëpi geografik atje. i mirë, mali, Po. po. Ma dhanë dispozicion për Zotin, po na gjet një dreq një djali i ri, ditën e dytë erdhë, ka qelë derë, se ka pa tymi, se si shdheza gjak këtu një 2 vjetë, Po, 2-3, e një djallë. po fshati me pak shtëpi, me pak se pas shtëpi, po. E ka pa tymin edhe një me gjetë është me kushëri, i vogël djallë edhe nuk u cu me nejtë këtu. Ok. Nuk u cu me nejtë këtu, po përdryshe përshkrim të uda e babës. Kudo që shkojmë në gjithë këtë ullë për shkrim televiziv, nga Drenasi, në Laush, në Prelavc edhe këtu në Krasmirovc, shohim gjurmë me krenari të ushtrisë lirimtarit të Kosovës, gjithashtu ai kryengritje heroike që bën shqiptarët në shkronjat e arta të UÇK-s, për të kthyer pushkën regjimit Tiran Miloševićit, forcave të tij të brendshme në Kosovë. Kudo që shkojmë shohim gjurmë, shohim memori, shohim atë trashëgimie me krenari që vendoset në Kamojsi atje, në cilin do fshat. Gjithë habitati gjeografik këtu gjymon nga kjo lloj trashëgimie krenare. Si duket edhe thellësia nga ofër bjeshkës e larg rrugës, nga mund kalonin malet, forcat të pushtuesit, e ka bërë vetën kjo zonë kënej edhe gjatë luftës dytë botërore ka shërbyer Si shumë stre ka për shërbyer.
Për luftëtarët e Luftarët e njohur Shaban Polluzhës me Mehmet Gadicës. Oda vjetër ka qenë që atje të çajo shtëpia. Ka prodhuar gjithë heroik, gjithë kjo zonë. Gjithmonë kanë lëviz preja Zembejtës. Kjo është shtëpia këtu e juja, po lëvizmi tash te oda ku e babës tim, kur kemi qenë bashkë, ka qenë e tanëve neve, por është simbolike babës. Çka të kujtohet nga baba? Çka mend nga baba? Rrëfimet për luftën. Veç për luftë? Sigurisht, ma shumë se për luftën, s'di që ka kesh me bo muhabet njeriu këtu zona knena. Të gjitha luftët, preja Zembejtës, deri në ditët e fundit të ushtrisë ligjore të Kosovës, që të pari janë sjellë forcat revolucionare. Kanë gjetë streh, kanë gjetë mbështetje. Shtrat, po. Shtrat patjetër, po. Si ja ka luta djem? Përshëndetje. Ajni mirë. Ku kanë orë të rrymës. Ajo që po më bie në sy në këtë fshat është më thonë kujdesi për drojt e vjetër, nuk janë të preja. Shihet në lloj dashnie njerëzve për natyrën. Po. Drojt e vjetër shihen shumë. Ja, siç është kjo arra, besoj arra, po? Po arë, i ka thy këtë deg kjo bora që ra para kohe. Kishin borë me lagështit madhe dhe i ka thy deg. E pash dhe këtë lisin këto. Arrën e shihet një kujdes i komunitetit për natyrën. Për natyrën, pra, po. Tani kjo, shohim mbi të ota rinovuar, besoj? Po, e rinovuar, tjetër. Ku shkruan në plakat Ushtria Shlirimtare e Kosovës, me lejo ta lexoj, kjo kull është një nga bazat e UÇK-s nga fillimi dhe deri në përfundimin e luftës shlirimtare. Organizata e veteranëve të luftës së UÇK-s Dega në Skënderaj, Krasmiros, 18/06/2022. Kësaj kullën ja 2-3 herë i është dhonë flaka. Gjatë luftës UÇK-s, po baba rrinte që të molin që të me pushk ka nejtë, ka pas pushkën personalet vetën, po. Edhe sa tërhiqëshin ata se kër e kishin bindje se ka me u bo rafsh me tukë, sa tërhiqëshin a i lëmë të gacëm gypin me ujë. Sa tërhiqëshin të rrinte me gypin dhe ka shpetu odën. Nuk është rëdzu, oda ka shpetu. Ndërsa shpia ma tuti dhe futemi në barë, ka qenë trikot se u kanë bëhe tunel për pjetës ka pas plakeq. Pare. Po, shpia rafsh me tukë, po. Po, edhe aja ka një simbolik se... Po, hyrë në odën? Smajl Mehmetit Viz Bunjafët. Po. Në edhe dhe i herë kim shoj se i pas kam shumë 2 herë. Haj, vla jam. Pasa Mehmet, në djetë një maj... Kujdes. Se po ka dhe miza? Po bre? Sa është qelësi tjetër? Ajo. Ja që kjo është qelësi, po se di. Se di s'ka ko që s'po qelit. E ta shqelësi në duhet edhe për nalt. Po. Po e marrë me Po vetë. vijojmë këto? Po. Këtu ka qenë shpia... Kujtimet e fëmirisë ki këto. Patjetër, fëmirisë edhe të moshës madhore, se kjo deri gjatë luftës, jo vetë shpia që ka qenë këtu prej shkallëve deri taj beton atje. Ka qenë 3 katë që më dhe po edhe plët o borri, nuk i pas një gjilpon ku e lëshan për njerëzve. Atë shumë. A plët ka qenë. Gjatë luftës. Gjatë luftës, si do mas para e pas ofanzimit shtatorit. Vitin 98. 98. Apo në gjithë lartë, në trego, kush ka ardhë prej Dërsa në odë këtu, në këtë odë? po në këtë odë këtu, Po, lëvizmin alta, po? kush? Po, lëvizim lartë, po thomë. Po. Këtë odë këtu, Po. përveç komandant Adem Jasharit, Po. Ma, a në dymoj të lutëm, po. kanë ardhur të gjithë tjerë, përveç Kadri Veseli dhe La Ibrahimi s'kanë qenë. Tjerë të gjithë pjesëtarë të shtabit përgjithshëm të Ushtrisë Ligjore të Kosovës. Po. Jakub Krasniqi, Rambuja, Berat Luzha, Shaban Shala, Recep Selimi, Sahit Jashari, të gjithë të tjerët, të gjithë kanë ardhur këtu. Kanë kalu qaste, mirë keq me çdo mundësi që i kemi pas, i kemi prit, ka pas tjetër pamje. Ky ka qenë koridori hyrjes. Po tash kur jena da me vllazën, i ka ra vllau tret, ky ka renovuar dhe ka vënë. Qa këni lonë gjurë nga e kohë, nga i shaja, këni lonë nga e kohë. Qa këni gjurë? Hajde, ti shohim që kjo derë është e kohës luftës.
Nuk e pas një ndryshuar Kjo është timu, po nuk ko prish. Edhe e kena rujt. Dera, po? Dera. Shikoj, dera ka dy lloj dyrsh. Ato janë trejet mas luftës, po. Dhe një derë që e ka ruajtur simbolikën e kohës. Po. Kjo pastaj mrena, lamparia është e re, se o kanë Diego, kanë timu. Po. Por Pa vezin e dritë këtu? Muret edhe kulmi kanë pas shpëtu, sepse si që thash baba rrinde afer qëtu, pushken me veti edhe shok të zjarin, nuk e ka leju me i krejt, e ka doshtë shumë, e ka pas marakotin. Baba? Baba. Kanë qënu gjithë nota, po? Gjithë këtu. Këtu, që qëtu, në që qash, vetëmit njeri që ja kalshu venin mas vrasjes, mas rënjes të Jasharëve, ja kalshu venin Jakub Nures. As kuj tjetër? Kur vetë ka pos veni ti ka qenë qoshi. Ademi kur ka ardhë, është ullë qëtë në qash, mas lufte, Jakub Nures i tha ullo se ty të ka hije, se ti më ke pas pru Ademin qëtë kull. Këtë kull, gjithë folë për heroizëm. Pa, atjetër gjithë. Qëtën qëtë kull, në 89-ën, kujtoj vjeshta e 89-ës, takimin e parë për veprimtari adhetare ilegale me Adem Jasharin e ku bo qëtu. 89-ën? Po, 89-ën. Unë e thash edhe pjesën ma heret që na kemi pas me këshpije, e kam ljoft Adem. Keni pas lidhje me qasije, po? Po, me qasije. Po lidhja me qasije, e me qasijës nuk kanë ndiku për afrim? Jo, kanë ndiku veprimtaria adhetare e Ademit, po unë e kam bështet ato me gjithë fuqin, se unë kam qenë më përpara edhe i organizum edhe e kom ditë që ka do të thëtë angazhimin politik, po. Po, pra. Qëtu, më ka dhonë zërin e Kosovës, mrapa shpinë e plëtë, da ka qenë atër sëngjera, ka qenë këtu pajisje. Po, naturisht, po. Në televizion ishte ka, shikonim, nëse nuk gabuhem, ka qenë filmi Flaka e Maljave. Po? Plët, da konë kusheri. Mirë, po e nëzurë ti në mrapa shpinë, mi dha 2 numrat zërit Kosovës. Adem Jashari? Adem Jashari. Në 89-ën? Me dorën e vetë, duhet këtë qenë vjeshta e 89-ës. E di që ka qenë mas aty në udhëtimeve që shku në kam për Prishtinë, mas daljes të minat, rënjes të minatorëve në burg, në shkurt, minatorët kënë burgus në shkurt të 89-ës, mas kësaj nuk e mëj me precizue mujin, po mas këti momenti ka ardhë me Jakub Nuren edhe me Adem Nuren, dhe në ndërkohë mi ka dhonë. Që nga jo kohë? 89. Këto gjë duaj të bëjë në besë, në besim. Ishte gjithë shka e fshehur. Po të mos ishte në mirë besim, sigurisht që nuk ishme uque, sepse atëherë literatura ilegale i pej vetëm atyre që ishe i sigur që nuk qesin. Adem Jashari ishte në lëvizjen ilegale? Unë e di, Adem Jashari ka qenë pjesë e lëvizjes popullore për Republikën e Kosovës. Më vonë është emërtu Lëvizja Popullore e Kosovës. Zërin 2 numra që mi ka sjellë shkruante LPRK, Lëvizja Popullore për Republikën e Kosovës. Do më thonë, i kam pas ata 2 numra për i dores ti. Ai ka qenë pjesë e Lëvizjes Popullore, nuk ka asnjë dyshim, për mu të pakten, jo. Ka qenë pjesë e saj, sepse me atë literaturin marrë njerëzit e saj. Kështu që unë e tha me bindje dhe me... Ishte i qartë, kërkon të vesh një gjatë, ardhënët, Adem Jashari. Asi gjatë tjetër. Dhe vetëm ardhë. Adem Jashari këtu e tutje, unë kur pa ardhë se kam taku. Ajë sigurisht ka bajt edhe ma përpara, për nuk mi ka të regu. Këtu e tutje, Adem Jasharin, kur pa ardhë nuk e kam taku. E kam taku edhe me bomba. Në një rast, në Skënderaj, në një qajtore, jemi këtu pi qaj unë me Idris Reqin e me disa veprimtar PDK-s, në një tavolinë tjetër, Ademi me disa shokëve ti, kanë ardhur 3-4 policë me hi, këta janë që me dalë, derë janë taku i kara donë me brëllë, që shto sjellë polici për zbuni zonë, që hangër kapsulli me hinë fjallë me Ademin që atë moment, edhe ecen ata në punë vetë, ne hinë në legjitimun tonëve, këta që dulen, për zote nuk u zunë mja u psy. E kam bindje, nuk u zunë, sepse ishin 3-4 këta, 3-4 policë. Unë rrunë dyrë dhe, ta vazhdu në punë vetë, ata e vonë detyrën e vetë, ne na provokojnë. Cili ishte qefi i Adem Jasharit? Qefi i Adem Jasharit sa ma shumë me mobilizu njerë që e do në armen. Po, qefi kështu për jetë, a kishte qef jetë e kështu? E dënë të jetën, që sëse, pa si dyshim.
Ademi në fillim me atë pamjen e tij karakteristik, ai vërtet ka qenë gjigant. Nuk të ka bërë përshtypje që është edhe Jamël. Po në takimin e dytë, e tutje, me Adem Jasharin të ka dëvë njeriu më i Jamël në botë. Ka ra me shëtit shumë herë edhe në për Skëndere. Ja kanë pa marrë një motor, se ajo është ballafaqu shumë herë me policinë serbe. Ai ka pa met një motor në një ardhe, në Misër, e kanë pa quar para stacion, para drejtorës. Shpesh herë pa thonë, thua, është e kësi me në mitraleza të ta, atë shkojnë, ta fshi vrapta ma për vjenoti. Unë jam njën nga ata që disa herë këmë thonë, ruse ka bëni e ofrohesh motorit që të korrin. Ishte lang nga dritarës. Po. Ishte në afer dritarës, në që kur t'jen me marë, po. Jetën, prandaj për qef jetët kështë të folë, si ishte në pjesën tjetër? Jetën e dënte shumë e dënte. Se pilot ka pas polemikat e paventa, mbase edhe jo të rëndësishme. Pinte birë, apo s'pinte birë, që nuk është fare me rëndësi, po është ndru me... Fije, s'ka rëndësi, unë ku pi vetë birë me Adem Jasharin. Unë ku pi birë me Adem Jasharin, po nuk ka qenë pianet. Nuk është këtë temë, thelbi temës. Ka pirë birë apo nuk ka pirë. Këto mund të intellektoj njerëz këtë lloj debati të me qëllimet ulta, me qëllimet të liga. Adem Jashari ishte një shqiptar i madh. Gjigant ishte. Kjo piktura mbrapa këtu janë kem figurat përveç që Shote Galicës, Skënderbeut, Ismail Qemalit, Boletinit, janë kryesisht figura të rënë gjatë luftës së ushtrisë shqiptare të Kosovës. Këtu kam një shtëpi, nuk do javë një Hajredinin prej Koshtove. Ai ka qenë djallë Astreti, i Kostovës Mitrovic, ka qenë djallë Astreti, motrën e tij e kam konat. Edhe kjo është vra mas luftës. Çka përfason kjo odë? Kjo odë përfaqëson lëvizjen adletare për çlirim. Mendoj unë, baba jam, Ismail Mehmeti ka qenë qëre, po të mos e kishim babën çfarë ka qenë, se na gjashtit, jemi 6 vllanë, gjashtit kemi qenë shërbim të rrugës lirisë. Po pa mbështetjen e babës, sigurisht se kishim mujt as minimumin e atyne angazhimeve që i kemi bërë. Panicon këtë forë, si që thojnë, është problem? Patjetër. Vllai i dytë ka qenë i organizuar në LPRK në Zvicër. Ka marrë prej dorës Zia Shemsiut gazeta Zërit Kosovës. Një nga ato gazeta ja kom kthy Adem Jasharit në ditën kur ai më ka pru 2 numra 3, unë i kom dhënë numra të 82-s, të 83-s. Unë nga kjo pjesë po të falenderoj drejtor, po vijojmë dhe te muzeu atë, shohim çdo kon figurat e lavdishme të kryeministit shqiptare, luftës së Luçës, të historisë së lavdishme të shqiptarëve, nga koha e Skënderbeut tek edhe pse figurat kombëtare historike po atakohen pa nevojë, qoftë Gjergj Kastrioti, qoftë Nëna Terez, qoftë figura të tjera. Ka pak ky pluralizmi jon gati që është i pakufishëm. Për diçka është vlerë pacinueshme. Aq ka të mira, aq ka edhe të këqija, se po i lejohet se i cilit me thonë edhe ato që s'duhet. Edhe qëllimshëm me të habit gjithë ky lloj diskursi një pjesë, po them, që e atakan Gjergj Kastriotin, Skënderbeu mbi motive jo fetare, jo sfetare, jo tjera, Shën Terezën, e kështu me radhë figura tjera, mase që po kjo është një realiteti i hidhur. Realitet shumë i hidhur, po atakohet Skënderbeu. Krye heroi i këtij grupi, Skënderbeu Adem Jashari. Është e dhëmshme, po ja që është e vërtet, jemi dëshmitar të një dukurie shëmtuese që po për tjertë më mujtë, që më ndryshe i bojnë. Koha i shëron, koha i shëron. Unë po e shoh një kondicioner, një kling, si që themi ne në Kosovë, një kondicioner i thonë aty. Në atë kohë se kishit imaginuar fare këtë, ka qenë në Gjaku pësi këtu. Ka qenë në Gjaku, po tash e kemi masku me llampari. Po shaja o Gjakut aty, ku rrëthini të vuar, rrëthi keni kuvenduar, keni biseduar, keni ndarë edhe të mirat, mase edhe të vështërësit. Ka qenë në Gjaku, ka qenë edhe që të mrofa.
ka pas diçka që të mrapa. Po. Po ka pas diçka mrapa, edhe muj me thonë, këtu atëherë kanë najt 3 pushkë. Edhe janë hi policia serbe, e kanë ky mrap gjithë shka, po qëto se kanë gjetë, se ka qenë pak më dryshe. Po. Hajde kokëqyre. Po. Po ti mos në qiza mo. Ne po vazhdojmë. Ose Idris, po përshëndetemi nga kjo odë. Në kujtesën tuaj ka rrëfime të rëndësishme historike. Shumë Adhetare ku është kuvenduar. të rëndësishme shumë të veçantë. Ku kanë gravituar shumë dëshmorë. Është këthy buk. Qëtu ka hungër buk Adem Jashari. Jakub Krasniqi, Rambuja, Merat Lumsha, Sajt Jashari, Recep Selimi, e tjere qëtu. është këndu kanga Shqipe me Sharkia. Se. E kam pas edhe mujen e Beqen, bile, e kujtoj një rast, Beqa I thashtë të vllaut tim, del hiqja sajlës një tel, se kisha në qiftelijune që kisha lojër këtu. Hiqja dhe kjo sajlës traktorit një tel e bimat janë gjithë qiftelisë. Maraklika. Beqa, edhe muja. Lavdi gjithë dëshmorëve. Lavdi. Ne po lëvizim. I përjetë shumë kujtimi tyre. Respekt. Ka qenë spital ushtarak para se. Spital ushtarak, po. Po vazhdojmë. Në kanë lodhë që të farë shkollë gjatë ofenzive së forcave pushtuese serbe, shkruan aty në plakat në shtator të vitit 1998, është vendosur spitali ushtarak I zonës operative Dervenicës. Ushtria Shqiptare e Kosovës, Krasmiros, se vendosur kjo plak në vitin 2022, dhe në fund organizata veteranëve të luftës që dega në Skenderaj. Unë hyna për para, kërkoj falje. Po, merak. Hyrja këto, po. Kjo këtu, që kjo pjesë kënej e kemi lasë si simbolik të luftës. Po. Të ushtrisë shqiptare të Kosovës. Spital ushtarak ka qenë. Para prakisht si që lexova edhe atje ka qenë shkollë. Por në këtë pjesë kënej kemi lasë shenja të shkollës. Këtu. Kënej kemi lasë shenja të shkollës, edhe është historiku I fshatit tonë. Janë nxjerrë disa dhona, sa banore, kur kanë ardhe, tjera, janë disa dhona që flasin për fshatin si fshat Karakteristikat e fshatit. Këtu janë, tani, deri në kohën kur është vendosur kjo pllak, kanë qenë 35 persona nga fshati që janë marrë me arsimin. Kanë dhënë mësues, arsimtar, profesor të lamive të ndryshme që dalin nga fshati jonë. Domethënë, tash ky numër sigurisht është rritë se Lazim Hajra, mësuesi I fshatit Krasmiros, po. Baba ime ka pas djalë agje. Autodidakt. Po, mësues autodidakt, ky ka mësue në qath shpiqa që si u dhe më pojmë, majtë kjo vitet... Shiko, kjo shtëpia ka qenë objekt shkollë atë kohë. Po, pra, që ky mësuesi autodidakt I ka mësu tjertë. I njerëz nga shtëpit familjes Mulla Jonës Krasmirosit, në nipi I timi Lazim Hajra, mësues autodidakt në fillim viteve 50-ta ka mbajtur mësimi legalisht me të rinjtë të fshatit Krasmiros për mësimin e gjuhës shqipe, lexim dhe shkrim gjuhën shqipe. Shtëpia është renovuar në fillim viteve të 80-ta nga pronarët e saj djem Qeri Mehmetit. Po. Kjo kështu duket objekti që ka qenë mbajtur mësimin në mënyrë ilegale veç për ta mbajtur gjallë gjuhën shqipe. Kjo është baba jam e kemi vendosur për shkak se kjo shtëpi ka qenë pronë e tij, edhe me qenë se për 10 vjet e dha në dispozicion të shkollës, dashur me ja bëni mirënjohje të vogël, fshaj falënderimi se ka qenë prind që ka dashur shkollën, ka dashur arsimimin, ka dashur ta dhëvë. I ke ngjarë apo jo? Urdhra? I ke ngjarë, po I ke ngjarë. Pak. Ha? Pak. Jam përpjek me një rrugën e tij, po sa ja kam nuk e di. Tu tanë që janë informacionet nxënësve, mësuesve që kanë punuar në këtë shkollë. Albumi disa foto në ditën e hapjes shkollës në shtëpinë shkollë në Krasmiros, në vitet e funksionimit të saj si paralele ndarë të shkollës fillore të mesme. Shkollës Qerezit. Po.
ka qenë paralel. Dëshmorët e Qyqavicës. Janë disa fotografi që nuk i ka hongër zjarri luftës. Vrasa zezgje nga këto. Tabelen e kemi lasë simbolik që këtu ka pas shkollë. Këtu një kolegi vllajtim Selimi është e punon në Ministrinë të Arsimit. Sa vizitohet ky muzej në njerëz sot? Vizitohet kohë pas kohë, nuk është me Çka i mungon këtij muzeu sot? Mungon shumë çka, po nuk jemi përpjek me bo meritu shumë që duhet. Kemi lokues, le të bën ata që e kanë detyrë, që e kanë obligim. Dërsa kalojmë kënena figura tjera dëshmorë. për të ful për gjurmët e luftës, spital ushtarak, nga ofanziva e shtatorit e Mropa ka qenë sepse para ka qenë Likovc, spitali ushtarak, pri Likovcit është bajt në Gradic, kur është sërmu shkolla Gradicës, ka levizat natë e nartë këtu. Vlojshin jashtë këtu në tonë u borri, ka qenë të merë, sa të plagosurit, gjatë u borri ka qenë plagosur. Gjatë u borri ka qenë plagosur. Ndër tjerë dhe Jakub në rapor, Jakubin e kemi pastrëhu në odën e qëti kushërinit, që kjo dhe poshtë. Po, se s'ka pos vend, sigurisht. Se s'kishte vend edhe ish pak mashlirat, këto ishin plot. Tani, kemi vendosur çto fotografi si simbolika, që kjo është një bunker. Çka i mungon sot këtij muzeu, sipas jush? Për kujdesja institucionale i mungon. I mungon. Nuk është interesu kur kërkosh. Ridi, në alt e kemi pas shtypshkronjën në UÇK-s, të cilin na nuk kemi mujt me aktivizu për shkaqe të ofanzives edhe disa... Në alt ishte shtypshkronja? Në alt ka qenë shtypshkronja. Në alt tash do të flasim për katin tjetër. Mbarum, dhe më thonë, si memorie lufte, e rëndësishme luftës? Që ky bunker është që është mbarum 89-ën. 89-ën? Ku ka lëviz ky bunker? Kjo ka qenë e mbyllë, kjo është qelë mas lufte, përdyshe hyrjen e ka posë, që atje ku është ajo, të ato, përmi atje nalt ka qenë shporeti elektrik, mënyrë që... Në 89-ën? Po kjo nuk u maru me qëndru, i kom pas folë Ademit, e kom qështë dhe tha Ademi se ato. Ademi se në ato, se këto ka qenë veç me u shef. Po, përkosisht, po. Përkosisht me u shef, edhe njeri se ka hapsin. Po edhe në i literaturën, në i diçka... Në ilegalja, po. Në i diçka që ka i duhet ilegale, se tjera. Po, Adem Jashari këtu, Ademi këtu nuk hinë. Se kjo ka qenë muri, kjo ka qenë shkollë, në zonë që të s'kan ditë ku qokë. Kujti tha kështu që Ademi nuk hinë? Ha? Kujti tha kështu që Ademi nuk hinë? Unë kur bëjsha muhabet me të si shaj kam bo një strehimore qështu. Po, shkohin më shefu ti dhe këso nësi atë. Ademi kështu të thëke Jashari? Për zotën. Po, tani, me më shef diçka në ashtë dhe aj, më kishtë dopës. Nuk i kam shef, a i mëra armet i kam majtë në kokë, a i kam flajt me pushën në kokë, a i se kam shef pushën. Dërsa Ka e gjatë që nuk zbulove nga të fsheftat e asaj kohë? Ka e gjatë që nuk e tha, nuk e zbulove nga ajo kohë, nga vitet 89 e tutje me Adem Jashari? O, Ridi, ka shumë që ka pësë një kopë antenat. Pse? Edhe janë bo kalabdak, edhe ka kalu kohë, qashtu. Dhe ka shumë që ka, që për shamë tonë që ta burra qëtu, janë kohë, qoftë një ditë, 3 ditë, 1 javë, 3 javë, 6 javë, dikur 6 javë, për shamë, kush ka mujtë me ko 6 javë. Rasim Këqina, Beqir Gashi, Ilas Kodra. Gjeva Femija, Fatmimja, Dr. Leci, Ilazi, Rasimi, Muja, Beqa, Sandokani, kë, Aslan Fazliu, kë i Gradic, kë dura e djathë e Femilla Drofësit ka qenë Aslan Fazliu. Dura e djathë. Avni Hajredini. Kjo është ai miku që të fulla ma heret vllajt 9 motrave, por kjo vra mas lufte. është vra Iber, kur ke aja dy vitën, aja rebelimi, aty në roja veturës që bon atë masakrën, Mitrovica se të zetë të kolica, shfar giganti ka qenë. E vrajten, edhe kjo është zgjedh ekstra, se e kanë ditë kam po e vrasin. Këta ose e ka vra vetë Oliver Ivanovici, ose e kam me dyshime, ose mund të këtë vra i nipi i drejtorit për jetë shumë burgut Mitrovicës në Shera, ka qenë një bori i keq. Ka qenë sy. Unë ndjo të falenderoj në gjithë këtë udhë për shkrim televiziv që bënë në Dremis,
për ndarë me publikun tonë të të vargris. Faleminderit juve. Copa rrëfimi. Ato që arrite t'i thuash për zbuluar rrëfimet e kohës, për zbuluar të fshetat e çdo lloj komunikimi që kishit me Adem Jasharin, me gjithë komandantët tjerë, me kë ke arritur të keni takim. A ban mos ju më se vargjë dhe mbaruan. Okej. Mbaruan. Shtat spitalin. Ne mund ta vazhdojmë edhe 2 ditë të tjera këtë intervistë, të falenderoj. Ishte pjesa e dytë e rrëfimit tuaj për të Varlin. Respekt për kontributin. Faleminderit shumë juve. Respekt juve. Lavdi dëshmorëve. Lavdi e përjetshme. Mos u harro gjaku. Thash po ju me zbardh doktor Fadilit me krejt këtë personel. Fadil Beken. Po. Fadili është një figurë që mora kemi respektuar shumë. Vazhdojmë ta respektojmë ato sekundën dhe gjithë të tjerët. Ata janë të fshatit tim, bashkëshatarët e mi që janë vënë luftën e fundit. Po. Njeri është Hoxha im, edhe 3 djemt të Hoxhës janë qatur. Atje është skuadra e lagjës time, se ka qenë skuadra e UÇK-s. Po. Kështu më radhë. Të falenderoj edhe njerë. Për gjithë shka që ndave me ne, copa rrëfimi nga të fshetat që arritet i zbulosh për televizionit. Faleminderit shumë juve. Faleminderit. Faleminderit për pritën. Po vazhdojmë. Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast.